Para se të hidhni, ja çfarë duhet të dini për të verdhën e vezës. Shumë e pasur me proteinë, veza është një ushqim i shpejtë dhe më i lehtë për të marrë të gjitha lëndët ushqyese në çdo vakt të ditës. Veza të dhuron shumë kalori, por ka një përqindje të lartë të kolesterolit. Shumë persona nuk e pëlqejnë të verdhën e vezës dhe vendosin ta hedhin. Megjithatë, ka një ndryshim e bardha nga e verdha e vezës. Cila nga ato është më e shëndetshme? E verdha e vezës mund të përmbajë të gjitha yndyrnat, por ajo po ashtu përmban edhe shumë vitamina dhe vlera ushqyese. Megjithatë, hidhini një sy karakteristikave për të parë se çfarë duhet të dini nëse hidhni të verdhën e vezës dhe çfarë do të humbisni nga ajo. E verdha e vezës për shumë studiues është konsideruar si e dëmshme për shkak të kolesterolit, por ajo është mjaft e pasur me vitaminën A, B12 dhe D, kalcium dhe omega 3. Nëse kolesteroli i lartë të shqetëson, atëherë ke parasysh që limiti për një dietë është 300 mg në ditë. Kjo do të thotë që një vezë në ditë është e shëndetshme dhe as pak e dëmshme për personat që vuajnë nga kolesteroli.